Do duhet të ishte më aktiv dhe Ishte edhe një vullnet juni edhe kërkese juaja që të vizitoni ambientet ku ne punojmë, ku ne bëjmë ligjet dhe ku marrim vendime të rëndësishme. Është ky një aktivitet për të mos e harruar kur punën e palodhshme dhe kontributin e palodhshëm, të pazaventueshëm të mërgatës sot, të bashkëdhetarëve tonë. Ju jeni padyshim pjesa më e rëndësishme e lirisë që sot ne e gëzojmë. Jeni pjesa më e rëndësishme e institucioneve dhe e shtetit të Kosovës. Fatmirësisht ju keni vazhduar të rindërtoni Kosovën dhe ju po bëni pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme e zhvillimit të vendit tonë. Prandaj i keni gjithmonë të hapura dyert jo vetëm në Kuvendin e Republikës Kosovës, po gjithkund në vendin tuaj, në shtetin tuaj. Bashkëdhetarët vazhdojnë të mbesin arterja kryesore që po e mban gjallë jetën Kosovë dhe atë jo vetëm financiarisht. Ju jeni shembulli më i mirë që keni treguar se dashuria për atë dheu nuk mbaron asnjëherë. Është koha tani që ne të mendojmë pak më shumë për ju, që të krijojmë lehtësira edhe kur të vini të kaloni këtu, thjesht të vini të çmalleni dhe të pushoni më shumë se sa të bani gajljen dertet e familjeve dhe të vendit, por edhe t'ju krijoj mundësi që ju të vini, pse jo edhe të investoni këtu. Nuk jemi të kënaqur. Janë bërë disa përmirësime, por jo as sa duhet. Diaspora ende është e anashkaluar, diaspora ende është me shumë të lashe, të fillu prej dokumenteve, të fillu me investime, të fillu me gjitha, ende nuk ka një infrastrukturë ligjore, as një ambient që mërgata tani pjesë të vetën tani në Kosovën. Këto janë me argumente, me fakte që njerë që vinë me investu kanë të lashe shumë. No, në shë Kuvendin në dy aspekte. Në aspektin si ndërtesë është e mrekullueshme, bukur. Në aspektin e punës, në aspektin e funksionimit si Kuvend ligjorat, ku nxiren ligjet për me ecë shtetit përpara, unë mendoj që ka të meta shumë nda. Partitë politike këto janë shumë shtëngume, shumë kontraverze, përdorimi tymit në një parlament ku krejt bota është një shtet të ri formuar që gjithë bota e ka pas sytë në Kosovë është një gabim, një diçka që një imazh krijon një imazh shumë të keq. Mirë po ndihem në Kosovë, gjithçka është okay, vendi jonë, dashuria për atë vend na sjell çdo vit. Institucionet e Kosovës e kanë anashkaluar de facto mërgjimtarët, do të thotë po besoj që edhe kjo do të kalon derisa të vinë edhe vlerat e mirëfillta parlamentare këtu në Kuvendin e Kosovës për me bë politika drejta. Neve si mërgjimtara që na brengos mas shumë të është që dëmanë pak bëhet për diasporën, folet shumë për pak bëhet. Ajo që na brengos mas shumë nuk e kemi përfaqësuesin tonë në parlament, që me ngritë zonën dëmanë për problemet e diasporës.